që ditën e zgjedhjeve kanë qenë gjithë fitues dhe në fakt askush nuk ka qenë fitues sepse gjithë janë pak a shumë të varur prej njëri tjetrit. Ekzistojnë disa mundësi, janë disa forma, disa konstelacione të mundshme. Mendoj që konstelacioni më stabil i cili nuk do të na detyronte me dalë në zgjedhje edhe një herë brenda një viti, do të ishte një koalicion i madh, nëse mund të them kështu, në mes të lëvizjes vetvendosë dhe Partisë Demokratike të Kosovës, e cila do të kishte numrat e mjaftueshëm edhe për qeveri, po edhe për zgjedhjen e presidentit apo presidentes pas një viti, dhe do ta kishte një shumicë stabile e cila pastaj do të ishte në gjendje me marrë edhe vendime të mëdha. Sipas debateve duket që nuk ka shumë vullnet në këtë drejtim. Në anën tjetër, mundësia që sa po përmend më shumë është nëse vetëvendosja do ta formoj vetë bashkë me 2-3 deputet të cilët do t'i gjejë majtas djathtas dhe të shohim tash në mënyrë se si do të rrjedhin zhvillimet. Deri tash e kemi pa një diskurs përjashtues ndaj pushtetit prej anës të opozitës, po pak a shumë edhe një distancë në diskurs nga partia fituese e zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosës që ka edhe aktualisht pushtetin apret që Albin Kurti t'i ftoj liderët opozitar vetë si person, si kryetari i partisë, si kandidat për kryeministër, apo thjesht do t'ja delegoj dikujt tjetër këtë punë? Nuk mund parashikoj sjelljen politike të asnjë politikani në Kosovë dhe asnjë partie politike. E para, e dyta, tashmë hapen mundësitë që partitë politike të bisedojnë. Normalisht që për shkak se është fituesi i zgjedhjeve do tuaj që ai të provonte që të gjente një partner qeverisës, për shkak se vetë si vetëm nuk i ka numrat, edhe nëse i bën disi me do numra ose me disa prurje aty këtu të ndonjë deputeti, prapë qeverinë nuk e bën në mënyrë stabile, të themi ashtu, dhe që i garanton afatgjatë një qeverisje. Ne ishmi dëshmitarë edhe në legislaturën e kaluar ku i kishte edhe votat e mjaftueshme edhe bëjti madje edhe përtej shumicës absolute në konvent, por kjo nuk të garanton që kemi pas edhe qeverisje efektive. Dhe kështu që tash atë ultimën pres që kanë pas dinamizëm sa i përket çështjes së koalicioneve të mundshme për të formimin e kuvendit dhe të qeverisë, dhe unë pres që gjitha opsionet janë të mundshme. Pra, që do të ketë bashkëqeverisje të një koalicioni të gjerë, të themi ashtu mes partisë së parë dhe partisë së dytë fituese, po ndoshta edhe do të përfasohemi edhe me ndonjë koalicion që fare nuk janë, të themi ashtu, në kuadër të kësaj matematike. Pra, gjithçka është e mundshme, por e mirë është që procesi zgjedhor përfundoi. Tashmë jemi në afatet të qarta, të sigurta dhe do të shohim se si do të sillen politika. Jemi në afate, megjithatë, lëvizja vetëvendosë ka 48 deputet me 10 prej komuniteteve pakicë jo serbe janë 58, edhe një Nenad Rashić 59, duhen 61 vota edhe për kryetar të kuvendit. Çka nëse në seancën e parë që thirrët